Në vigjiljet e festës së Krishtlindjes, famullia Zoja Shkodrës bëri bekimin e Betlehemit dhe ndezën drita festive. Kjo është një periudhë që besimtarët e krishterë kanë hyrë në kohën e ardhjes, që njihet ndryshe si kohë përgatitore për të pritur lindjen e Jezusit. Në fjalën e tij, famultari i Shkodrës Don Vlash Palaj tha se ndezja drita personifikon ndezjen e dritës së Krishtit në shpirtin tonë. Me këtë diell të tretë, siç thamë edhe gjatë meshës, fillojmë me përjetu prapë edhe më tepër gëzimin e afrimit të ardhjes së Krishtit, për kujtimit të lindjes mishërimit të tij, prandaj të dimë me përgadit mendjen dhe zemrat, sepse ai vjen si dritë. Falenderojmë Zotin që kena mundësi edhe nëpërmjet këtyne simbolikave, siç është Betlehemin, të cilin jo këshilloj që gjithmonë bani atë sakrificën edhe ta bani në shpinën tuaj, sepse kjo është simbolika më e bukur e kohës së kështnedhave e ardhjes së Krishtit, por që i ka dhënë edhe domethënien më të veçantë edhe kohës së njerëzimit, sepse kjo ngjarje e lindjes së Krishtit do të shënojnë rrjedhjen e historisë. Sot jena në vitin 2026 pas kuj? Pas Krishtit. Jenë mundu me mshe, me thonë jo mas Krishtit, por e ke zbukuru prapë edhe më shumë. Kënë thonë kohës së re, dhe me thonë me Krishtin ka ardhur risia e jetës, ka ardhur drita e jetës. Prandaj shkon shumë mirë edhe kur thotë edhe para erës sone edhe erës së re. Prandaj falenderojmë Zotin që e ka përmush këtë mrekulli të i ardhme na vizitu në mënyrë që na përtrite shpirtnisht, na hapte dyert të qiellit, siç thamë, dhe të na dhurojë atë shpresë të cilën vetëm ai din dhe mundet me adhuru jetës njerëzore, se në te ka ngjallje dhe jetë pasosur. Ndezja e dritave personifikon parazgjithash atë ndezjen e dritës së Krishtit në shpirtin tonë. Prandaj bani shumë kujdes, edhe këto drita që janë ndezë në rrugët e qytetit, nuk dohet mu ndezë për me pi çaj e birrë e me hangër kebab. Janë ndezë për mu kujtu për këtë ngjarje kast male, ma madhja historisë e njerëzimit e mishërimit e Krishtit, i cili vjen si dritë për me ndriçu mendjet dhe zemrat dhe me sfidu atë errësirën e mëkatit e me largu çdo të keqje për jetës tonë njerëzore. Me një këtë njetë, po baj bekimin e Betlehemit, po nezim mrapa dritën, edhe është Zoti që nëpërmjet këtij bekimit të kalojnë bekimi i Zotit të çdo familje e qytetit tonë e Shkodrës. Zoti qoftë me ju. Zoti e bekoft këtë Betlehem, e nëpërmjet bekimit e tij bekoft familjet tuaja dhe i shndroft në ato streza të cilat e pranojnë Krishtin më ardh edhe me jetu mbrëmësinë e tyre. Zbukurimi i pemës së Krishtlindjes është një traditë e cila daton shekujve më parë dhe vazhdon të ruhet edhe në ditët e sotme.